Hani misër të pjekur dhe i thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Gjatë stinës së verës, mjafton një kallim misri për të ofruar momente të veçanta të kënaqësisë. Misrat e pjekur ose kokrat e misrit të zjerë të lyer me pak gjalp nuk kanë të krahasuar. Përtej vlerave, misri i verdhë është përçmuar nga njerëzit që i përkeqësohen edhe elementëve të karbohidrateve. Në këtë video do të rendisim vlera dhe përfitimet kryesore që organizmi juaj do të marrë nëse konsumoni misrat e pjekur. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Misri është i pasur me shumë ushqyes të rëndësishëm, të cilët mund të luajnë një rol parandalues kundër komplikacioneve, sipas të dhënave të cilave u referohemi sipas Healthline. Konsumatorët e misrave, pavarësisht nga ngjyra që preferojnë, misri është i pasur me elementë të lartë të antioksidantëve, beta-karotenit, gjithashtu edhe luteinës. Janë karotenoidet ato që japin ngjyrën e veçantë misrave. Karotenoidet janë të dobishme edhe për elementet e tyre në parandalimin e problemit të shëndetit të syve. Ndaj thuhet se karrota ndihmon shumë të shikoni më mirë në errësirë. Misri përmban vitaminën B, vitaminën C dhe së bashku ato mund të ofrojnë në nivele shumë të larta të magnezit, të kaliumit e të tjera. Gjithashtu, misri ka më pak sheqer se sa molla. Misri i verdhë është i ëmbël, ndaj supozohet të ketë sheqer. Një kallim misri përmban të paktën të njëjtën kalori sa molla, por më pak se 1/4 e sheqerit që ajo përmban. Misri gjithashtu ofron baktere të mira për florën tuaj bakteriale të stomakut. Misri i verdhë ka një sasi të lartë të fibrave të patreqme që u bën mirë bakterieve të mira, duke u ofruar atyre një shëndet më të mirë. Misri nuk përmban gjithashtu gluten. Shumë njerëz kanë tolerancë të kufizuar ndaj glutenit. Misri i verdhë nuk përmban gluten. Një formë e miellit, misri përdoret për të përgatitur gjithashtu makarona pa gluten, një varietet më i shëndetshëm krahasuar gjithashtu edhe me alternativa të tjera. Misri ofron një burim të mirë të fibrave. Shumica prej nesh kemi mungesë të fibrave në organizëm. Si çdo perime tjetër, misri i verdhë është një burim i jashtëzakonshëm i fibrave, që i bën mirë gjithashtu sistemit tuaj tretës. Përzgjedhja më e mirë është kallim të misrit të mirë formuar, me gjethe jeshile të freskëta. Kështu, përfitimet që do të merrni prej konsumit të tij do të jenë edhe më të mëdha në elementët ushqyes të organizmit. Përfshirja e misrit në dietën tuaj ditore mund të jetë gjithashtu një përfitim i madh në dobi të vlerave të shëndetit. Kështu, efektet e tij në shëndet do të jenë gjithashtu edhe të shumëfishta. Misri mund të jetë një ushqim shumë i rëndësishëm, veçanërisht kur konsumohet i freskët ose i përpunuar minimalisht. Ai është i pasur me nivele shumë të larta të fibrave, mineraleve, vitaminave dhe antioksidantëve, të cilët do të mbështesin më shumë edhe shëndetin tuaj tretës, shëndetin e zemrës dhe furnizon trupin tuaj me më shumë energji. Nga ana tjetër, produkte të shumta të përpunuara të misrit mund të përmbajnë sasi të lartë të kripës, sheqerit dhe të yndyrnave. Misri do të përmirësojë gjithashtu edhe rregullimin e sistemit tuaj tretës. Misri është i pasur me fibra të cilat do të ndihmojnë në lëvizjen normale të zorrës, lehtësimin e kapsllëkut dhe mbështesin gjithashtu shëndetin e mikrobiomës së zorrës. Personat me sindromën e zorrës së irrituar mund të kenë nevojë të përshtasin sasinë e tolerancës së misrit në dietën e tyre. Misri siguron gjithashtu më shumë energji të qëndrueshme. Misri përmban karbohidrate komplekse që treten ngadalë duke siguruar trupit energjinë për një kohë më të gjatë duke shmangur kështu edhe sasinë e tolerancës së zorrëve. Misri gjithashtu mbron shëndetin e syve. Misri i verdhë përmban lutein dhe zeakanthin, dy antioksidantë që ndihmojnë në mbrojtjen e retinës dhe uljen e rrezikut të degenerimit makular lidhur me moshën. Misri mbështet shëndetin e zemrës. Misri përmban kalium, magnez dhe acid ferulik, i cili ndihmon në kontrollin e presionit të gjakut, reduktimin e inflamacionit dhe mbështesin shëndetin e enëve të gjakut.
Misri ndihmon edhe në nivele të kontrollueshme të sheqerit në trup. Misri ka një indeks glicemik mesatar kur konsumohet në porcione të përshtatshme, kur kombinohet me proteina ose yndyrna të shëndetshme. Mund të jetë pjesë e një diete të shëndetshme edhe për personat me diabet ose rezistencë ndaj insulinës. Misri mund të konsumohet në format të tij natyrale për të marrë vlerat më të shtuara të organizmit, dhe efektet e tij në organizëm do të jenë më të plota nëse misrin që konsumoni do ta shtoni në burimet e tij natyrale. Kështu, përfitimet që do të merrni prej tij në përditshmërinë e dietave tuaja do të luajë një rol pozitiv edhe për të nxitur organizmin tuaj të shëndetshëm dhe për t'i dhënë atij të gjitha elementet ushqyes që mund t'i bëjë ballë komplikacioneve të ndryshme. Ekspertët Healthline cilësojnë misrin si një prej përfitimeve më ushqyese me ndikim pozitiv për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, përfitoni nga rasti dhe konsumojeni misrin në mënyrë të moderuar. Misri është një nga drithrat të gjithanshëm dhe më të konsumuar në botë. Është një ushqim i gjithanshëm pasi mund të përdoret e gjithë bima. Lëvorët mund të përdoren për të përgatitur gjithashtu edhe tamales, mëndafshi për të krijuar çaj misri, bërthamat për ushqim dhe kërcelli për ushqimin e bagëtive. Misri përdoret për të bërë tortilla, patate të skuqura, poloneta, miell misri, vaj misri dhe më shumë. Një fakt interesant që mund të mos e dini për misrin është se ai vjen nga ngjyra të ndryshme. Tradicionalisht misri është i verdhë ose i bardhë, por gjithashtu mund të jetë i kuq, i zi, blu, vjollcë dhe portokalli. Misri ka gjithashtu shumë përfitime shëndetësore. Ai përbëhet kryesisht nga fibra të patrekshme, gjë që e bëjnë atë një ushqim me indeks të ulët glicemik. Kjo do të thotë se është një ushqim që tretet ngadalë dhe nuk shkakton rritje të pashëndetshme të sheqerit në trup. Ai është një produkt i pasur me vitaminën B, si dhe me minerale të rëndësishme përfshirë këtu edhe të zinkut, magnezit, bakrit, hekurit, manganit. Shumica e njerëzve mund të përfitojnë nga ngrënia e misrit dhe kokoshkave si pjesë e dietave të ekuilibruar. Është gjithashtu një ushqim natyral pa gluten dhe mund të hahet edhe nga ata persona të cilët janë intolerant ndaj glutenit. Kështu, përfitimet që do të merrni prej tij në dobi të shëndetit tuaj do të jenë mbreslënse për organizmin dhe do të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Misri është një burim shumë i vlefshëm ushqyes si vitaminat, mineralet, fibrat, të cilat janë një element i rëndësishëm për shëndetin. Mirë për shëndetin e syve është i pasur me luteinë të zakonshme. Ai ndihmon organizmin kundër stresit oksidativ. Misri mbron po ashtu edhe shëndetin e organeve trece pasi është i pasur me fibra, të cilat mund të parandalojnë kapslokun dhe të ndihmojnë zorët të qëndrojnë të shëndetshme. Ai pasuron trupin me energji, është i pasur me karbohidrate që mbush trupin me energji të nevojshme ditore. Drithrat mbështesin shëndetin e zemrës, pasi është i pasur me antioksidantë dhe yndyrna të shëndetshme, të cilat ulin yndyrnat e pashëndetshme në gjak dhe ndihmojnë gjithashtu edhe në shëndetin kardiovaskular. Misri ndihmon në menaxhimin më të mirë të peshës trupore pasi përmban fibra dhe përmban pak yndyrë, gjë që e bën atë një ushqim që mban edhe më gjatë ndjenjen e të qenë të ngopur. Për së fundmi, misri forcon sistemin imunitar, ngadalëson gjithashtu edhe efektet negative të tij. Efektet ushqyese të misrit janë një efekt pozitiv në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve. Ndaj, përfitoni nga rasti dhe shtoni misrin në vaktet tuaja ditore. Kështu përfitimet e tij në organizëm do të jenë gjithashtu edhe më të shumëfishta. Misri është një nga drithrat më të përdorur në stinën e verës. Ai mund të konsumohet i pjekur, i zier, por edhe mund të shtohet në sallata ose në gjedhra të ndryshme. Misri parandalon defektet nervore, parandalon problemet e zemrës, ul tensionin e lartë të gjakut, sipas Step to Health. Kontrollon nivelin e sheqerit, absorbon insulinën në trup, ka veti të mira antioksiduese, parandalon sëmundjet nervore, këshillohet gjithashtu edhe për anemikët. Ndaj, përfshirja e tij në dietën tuaj do të jetë një element pozitiv ushqyes në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e inflamacioneve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.